Unë mendoj se rekonstruimi i qeverisë ose zgjerimi i shumicës parlamentare nuk do të sjellë ndonjë efekt të madh në atë që quhet punë e qeverisë ose atë që përmendi kolegu sjelljen e rezultateve të pritura nga ana e qytetarëve dhe të opinionit. Bëhet fjalë për një kompilim të njërë brenda BDI-s dhe LSM-s ka fraksione të ndryshme të cilat nuk janë në harmoni njëra me tjetrën dhe në fakt janë në luftë njëra me tjetrën. Në shumë të rasteve dhe pengojnë njëra tjetrën. Nëse këtyre ushtohen tash edhe këto partitë e reja që do të futen dhe që kanë armiqësi të vjetra, nuk e di se do të funksionojë qeveria. Megjithatë, në rastet të interesit më madhor të shtetit, mendoj se në rast të ligjeve që kanë bënë me reformat ose me çështjen e emrit, mendoj se aty mund të hyjë në punë kjo shumicë e zgjeruar parlamentare, pra të gjithë janë që vendi të integrohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO, të gjithë janë që ato reformat në gjyqësor dhe në sfera të tjera të implementohen, kështu që në këtë aspekt mendoj se do të sjellin rezultat. Mirë, por në aspekt të rezultateve konkrete, të prekshme për qytetarin, unë nuk pres që edhe me zgjerimin e qeverisë ose rikonstruimin e saj kjo të ndodhë. Ajo që përmendi edhe kolegu më parë se pritshmërit nga LSDM-ja dhe nga qeveria janë të mëdha, ndërkohë që të mëdha po ashtu janë edhe reagimet në opinion. Unë mendoj se ende është herët që të kemi material të bollshëm për të vlerësuar punën e deritashme të qeverisë, konkretisht të LSDM-s. Ajo që shfaqet në opinion si reakcion, mbas meje është rezultat i po atyre fraksioneve ose përçarjeve brenda në LSDM, të cilat në fakt shfaqen si një lloj pakënaqësie të opinionit ndaj vendimeve të caktuara. Pajtoj me atë që e përmendët edhe ju se ka marrë qeveria lëvdata nga jashtë dhe vazhdon të marrë dhe vazhdon të përmendet si shembull se si mund të zgjidhen problemet e shumta të akumuluara në Ballkan. Pra kishim edhe një analist të Financial Times ku përmend Maqedoninë si një lloj pilot projekti që nëse ka sukses Maqedonia që ti zgjidh gjitha këto probleme me fqinjet, po ashtu edhe të implementojë reformat e brendshme dhe të vazhdojë rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, atëherë do të ishte ky një lajm i mirë për gjithë Ballkanin. Në të kundërtën, pra nuk rrezikohet vetëm siguria dhe stabiliteti i Maqedonisë, por edhe i rajonit. Andaj është Maqedonia e rëndësishme edhe për faktorin ndërkombëtar, sidomos qeveria aktuale, po edhe faktorët tjerë politik që ky shpirt dhe kjo energji pozitive të mbahet gjallë.